Bismillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Në emër të Allahut të madhreshëm, shfrytëzoj rastin të uroj muajin e madhreshëm, muajin e Ramazanit, muajin e bekuar, muajin e afërsisë, dashurisë, shtimit veprave të mira në këtë muaj të madhreshëm. Sot do të flasim rreth dobive që do të na sjell ky muaj i madhreshëm. Ne, vëllezër dhe motra të nderuar, jemi adaptuar 11 muaj që ngrejmë ushqim prej lloj ushqimesh. Tash e tutje dohet të përgatitemi dhe të ushqejmë organizmat tonë me orar, iftar e sefer. Fillimi i muajit Ramazanit pak sa është i vështirë edhe për ne që kemi agjëruar dhe presim me padurim që të agjërojmë 29 ditëshin, eventualisht 30 ditëshin e muajit Ramazanit. Ky muaj do të na sjell shumë mirësi. Do të na ruan shëndetin ton, siç thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, sumu tasihu. Agjëroni do të shëroheni. Ai i cili agjëron dita e parë i duket pak sa e vështirë, sepse atëherë fillohet trupi të pastrohet nga çdo mikrob, bacilje, edhe çdo gjë, qarkullimi i gjakut bëhet normal, trarit e zemrës gjithashtu. Bie niveli i toksinave, eliminimi i gjitha atyre baciljeve apo mikrobeve, cilat neve na kanë pengu edhe në shëndetin tonë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, organizmi njeriu përbohet nga 3 pjesë. Një pjesë është për ushqim, një i takon frymëmarrjes edhe pjesa tjetër i takon ujit. Unë, vëllezër dhe motra, kisha më ju preferu apo rekomandu që në këtë muaj të madhreshëm, kur të fillojmë me iftarin, mos të fillojmë me lloj specialitetesh ushqimore, mirë po ashtu siç na ka rekomandu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, me hurme dhe me ujë. T'i dhojmë prioritet frutave e ju ushqimeve, nëse doni dhe duam që t'jemi sa më të shëndosh. Pra, hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga ky hadith kuptojmë sa më shumë ibadet e më pak më kujdes edhe me ushqy organizmin ton me ushqime të rënda. Një urtësi e atij i cili fillon iftarin me ujë dhe hurme, ujë sa më tepër preferohet që të pim, e ushqim sa më pak, për shkak se është një fshehtësi, një urtësi e të madhe të Zot xhaleshonu, se ai i cili han më pak iftar, ai është gjendje gatishmërie, po edhe të flet mirë, po edhe t'i kryen ibadetet e të madhe të Zot xhaleshonu me përpikri, përkushtim, precizitet shumë të plotë edhe të madh. Namazin e taravive, po edhe gjatë ligjëratave, memoria e secilit prej nesh do t'jetë më e freskume, për shkak që t'i drejtohen xhamatit me lloj ligjëratash gjatë këtij muaji të Ramazanit sherifit. Gjatë këtij muaji të Ramazanit, i madhe Allah subhanahu wa taala, përveç se na ka bërë obligim agjërimin, është edhe në të mirën e njeriut, sidomos në veçanti në të mirën atij i cili e beson Allahun fuqiplot, e don krijuesin e tij, e dëgjon dhe mundohet me zbatu urdhën e tij, edhe çdo obligim me quhe në vend, siç i ka hije një besimtari musliman. Pra lutë Allahun fuqiplot që na lehtëson ditët e para, për shkak se dita e parë, siç thash edhe siç e potencova edhe në fillim, është pak
më e vështirë deri sa të adaptohemi, për shkak se 11 muaj jemi adaptue në natyrshmëri, kemi ngrënë dhe kemi pi orare pa orar, e tash në muajin e Ramazanit kemi orar. Çdo gjë është nivel nëse ne i përmbahemi. Allah i madhëreshëm përveç se do të na ruaj shëndetin, do të na sjell edhe bereqetin, po edhe do të na pranoj me mëshirën e tij të pakuveshme gjitha ibadetet që i bojmë dhe i kemi bon të kalurën dhe mendojmë me i ban në të ardhmen. E lusë Allah në vëqëplot që çdo vëlla dhe motër që janë gjendje gatishmërie për të agjëruar këtë muaj, t'ja pranoj agjërimin dhe gjitha punët e veprat e mira. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.